Ditën e sotme në orën 14 është parashikuar që zoti Rama të zhvillojë një ritrit i cilësuar në këtë mënyrë tashmë kjo mbledhje objektivash dhe analizash tek Pallati i Brigadave, edhe pse ishte parashikuar që të mbahej fillimisht tek vila qeveritare pranë kryesisë së kuvendit, të është vendosur zoti Rama në një ambient, duhet themi, më të izoluar, larg syrit si të gazetarëve, por edhe të qytetarëve, për të zhvilluar këtë mbledhje me ministrat e tij, me drejtuesit politik, por gjithashtu dhe me kryesinë e grupit të Partisë Socialiste. Sipas burimeve të A2CNN brenda majorancës socialiste, parashikohet të kemi zoti Rama ka kërkuar të gjithë ministrave që të bëjnë një analizë që nga koha kur Partia Socialiste ka ardhur në pushtet, nga 2013, për të gjitha investimet e kryera, për të gjitha analizat e bëra, punët, çfarë kërkojnë njerëzit sot, çfarë kërkojnë qytetarët, dhe cilat do të jenë premtimet dhe objektivat të cilat socialistët do duhet që t'i shpalosin gjatë fushatës elektorale. Por nuk do t'jenë vetëm ministra, gjithashtu do t'jenë edhe një analizë e kryetarëve të bashkive, kryetarëve socialistë, jo është kërkuar të gjithë drejtuesve politik që të marrin dhe të dorëzojnë tashmë në tryezën e kryeministit edhe analizën e të gjitha bashkive të qeverisura edhe që qeverisën ditën e sotme nga Partia Socialiste për sa i përket në të njëjtin format, analizë e bërë për të gjitha investimet, por gjithashtu edhe të cilat janë problematikat që sot kërkojnë qytetarët e zonave të caktuara për të zgjidhur dhe kërkojnë ndihmën e pushtetit vendor dhe të pushtetit qendror. Nga ana tjetër, drejtuesit politik përpos punës dhe përpos analizës do të raportojnë edhe për sa përket votës së diasporës, ku do të themi që tashmë ka përfunduar procesi i regjistrimit dhe tashmë jemi në momentin kur ata do të bëjnë edhe filtrimin se sa prej rreth 250.000 të cilët kanë aplikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë votues potencial të majorancës socialiste. Nga ana tjetër, kemi mësuar që në këtë takim që do të jetë jo vetëm ditën e sotme, por do të vijojë edhe ditën e nesër në të njëjtat orare, 14 deri në orën 18, të paktën një takim të cilë do të jetë i gjatë, kur do të diskutojnë edhe programin e Partisë Socialiste për sa përket mandatit të objektivit për mandatin e 4 në zgjedhjet e 11 majit. Nga ana tjetër, dhe pika më e rëndësishme, duhet të themi për sa përket deputetëve apo kandidatëve, drejtuesit politik do t'i dorëzojnë kryeministit Rama dhe listat paraprake të tyre, të cilët deri më tani i kanë realizuar, të paktën sipas tyre, me propozimet të tyre, me propozimet e asambleve të bashkive dhe me propozimet e kryetarëve të bashkisë, të cilët do t'i dorëzohen zotit Rama, dhe më pas kemi mësuar që zoti Rama do të ketë një komunikim edhe me secilin prej drejtuesve politik, por në fund, për sa përket ekipit të 11 maj të Partisë Socialiste, duhet të vuloset nga kryesia e kësaj force politike, ku afati përfundimtar është data 12 mars.